Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari në deklaratën e sotme për media theksoi se të gjithë pacientët e lënduar nga zjarri i djeshëm në spitalet e Koçanit dhe Shtipit janë transferuar në Shkup dhe janë në gjendje stabile. Aktualisht në qendrën klinike ndodhen 49 pacient, në spitalin e përgjithshëm Tet Shtatori 18 pacient dhe në spitalin e vjetër të qytetit 17 pacient. Gjendja e pacientëve që dje ishin të hospitalizuar, të gjithë janë në gjendje relativisht stabile. Fatmirësisht asnjë prej pacientëve të cilët dje ishin hospitalizuar nuk ka pasur ndonjë farë komplikimi. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacient. Strategjinë e kishim pak e ndryshuar, dhe të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu, pasi që 51 pacient tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha deshur edhe një herë të tregoj se në Turqi janë 9 pacient, në Bullgari 14, në Greci 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks i pacientëve, në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacient. Gjithashtu ka disa raste të reja të cilët pacient dje nuk janë paraqitur as pak te mjeku, po sot kanë paraqitur simptome të caktuara dhe janë paraqitur 2 pacient në Shtip. Pasi më në Shtip dhe në Koçan thash nuk kemi më pacient, të gjitha pasi u shprazën kapacitetet këtu i kemi nën kontrollin ton këtu në Shkup. Taravari përmendi edhe 2 raste të reja, sipas tij bëhet fjalë për pacient që dje nuk janë paraqitur fare te mjeku, por pas disa simptomave sot kanë kërkuar ndihmë në spitalin e Shtipit. Kemi edhe disa raste të reja, kemi pacient që dje nuk janë paraqit as pak te mjeku, por kanë paraqitur simptome të caktuara dhe janë paraqitur 2 pacient në Shtip, deklaroi Taravari, i cili gjithashtu njoftoi edhe për mjekët që kanë ardhur në ndihmë nga vende tjera. Sot mendoj se situata është nën kontroll, kanë arritur mjek nga disa shtete tjera. Do t'i shpërndajmë nëpër klinikat ku kanë nevojë që të punojnë bashkë me mjekët tanë dhe t'i shpërndajmë përvojat e tyre, tha Taravari.